Prençi, dhe ti besoj e ke shumë të thjesht për ta shpjeguar se çfarë kuptove dje fatkeqësi natyrore kjo pamje apo dora shkatrimtare e njeriut. Andi, Shqipëria është një vend i ekspozuar ndaj fatkeqësive të natyrës, dhe kjo është thënë nga shkencëtarët shqiptar, nga inxhinierët, është nga specialistat e emergjencave civile, me eksperiencë ndër vite në Shqipëri, por fakti është që është prekur me dorë nga shqiptarët, sepse çdo vit përballen me fatkeqësitë e natyrës, në verë me zjarrin, në dimër me përmbytjet, vërshimet e lumeve, e përrejnëve malor, bllokimi nga dëbora, etj. Cili është problemi? Fakti që Shqipëria kërcënohet nga të paktën 5-6 fatkeqësi natyrore, përfshi edhe tërmetet që janë me intensitet nga të mesëm deri të lartë, që ai është i pa parashikueshëm. Të gjitha të tjerat parashikohen nga Instituti i Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit. Instituti i Gjeoshkencës, pjesa të paktën e hidrometeorologjisë, është pjesë e Unionit Botëror të Meteorologjisë. Edhe ka një koordinim perfekt dhe një komunikim perfekt në raport me buletinin ditor që ky institut i vend dispozicion qeverisë shqiptare çdo ditë, duke bërë parashikimin e hershëm të fatkeqësisë që pritet të vijë. Por nuk mjafton kjo. Çfarë duhet? Këtë e bën shkenca dhe vend dispozicion të qeverisë, të ekzekutivit shqiptar. Ekzekutivi shqiptar fle gjumë. Këtë buletin nuk e bën të njohur për publikun. Këtë buletin nuk e komunikon në rrugë zyrtare, me email, me të gjitha mjetet e komunikimit, me sistemin vertikal të qeverisjes qendrore dhe asaj vendore, për të marrë masa, për ta parandaluar fatkeqësitë e natyrës, nëse nuk mundet për ta minimizuar riskun që vjen nga fatkeqësia e natyrës. Se është ndryshe po të shkosh sot në Durrës dhe ndryshe po të kishin shkuar para 3 ditësh dhe të kishin kryer disa veprime. Pasi është një formulë botërore që qeveritë duhet të shpenzojnë $1 në parandalim për të kursye $7 në rikuperimin e fatkeqësisë. Pra nëse ti përdor $100 sot për të bllokuar, për të bërë një prit malore, ose një prit të një proj, ke kursyer 700 ke kursyer 700 që shkakton dëmi që do të vërshojë. Okej, 1/7. Dhe nëse kjo bëhet fjalë për një intensitet në një kohë të vogël, se nëse rreshjet do të vazhdojnë e të bien 24 apo 48 apo 72 orë, normalisht dëmi nuk shkon më 7 fishe, 1/7, po mund të shkojë edhe 1/30. Siç ndodh që një prrua i vogël siç është në Gjirokastër ka prishur me miliona euro investime në rrugicat e qytetit të Gjirokastrës. Dhe kjo nuk është fatkeqësi e natyrës, por është papërgjegjshmëri e drejtuesve të institucioneve për të përquar mesazhin e Institutit të Gjeoshkencës tek qytetarët që të bëjnë kujdes, qoftë edhe për të vendosur 2 thasërore ke porta që të mos i hijë ujë në shtëpi, tek autoritetet e emergjencave civile vendore, të cilat mund të komunikojnë me qytetarët, qoftë edhe për t'i paralajmëruar që baktit që i keni në stallën në ulësirën perëndimore të Thirit, t'i qoni në kodrat e ullishteve. Te fshin, pak informacioni që kam unë, Greqia sjell njoftim edhe zhdima besoj. Të lutem, sa po dosha të bëj një krahasim. Ne nuk shkojmë. Jo, Andi, mos shko te Greqia. 2 kompani telefonike. Një dorë larg, mos shko te Greqia. Nga këtu ku jemi ne, një dorë larg. Malizi, 620.000 banor. Ka një sistem perfekt të paralajmërimit hershëm, e cila nëpërmjet stacioneve televizive shtetërore komunikon çdo 24 orë mbi fenomenet e natyrës për qytetarët dhe për autoritetet vendore dhe institucionet qendrore për masat që duhet marrin. Në emër kur pritet të bjerë shiu, kur pritet të bjerë bora. Dhe unë do të bëj një shembull, shumë që të çuditshëm. Në datën 2 janar, është njoftuar nga meteorologjia jonë që do ketë rreshje, do ketë dhe ngrica, dhe vendet ku do ketë ngrica. Në datën 3 janë bërë me 20 aksidente automobilistike në rrugën e Kombit. Me pasojë
5 humbje jetësh njerëzore në Shqipëri. Ka ndodhur mbi 45 aksidente në gjithë Shqipërinë dhe bllokimi i rrugës Elbasan-Librasht 17 orë. Këto i kemi mësuar masi ka ndodhur. Autoritetet shqiptare, autoriteti rrugor shqiptar, Policia e Shtetit, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Ministria e Mbrojtjes që është Ministria e Fushës së Përgjegjësisë për mbrojtjen civile të Republikës, nuk ka bërë asnjë komunikim me qytetarët, as me datën 1, as me 2, as me 3, as me 4, as me 5. Vetëm duhet të kenë qenë pushim, se kanë qenë festa zyrtare. Në datën 6, të lutem, nuk ka pushim për mbrojtjen civile. Në datën 6, shfaqet Ministri i Mbrojtjes në Lezhë, në Durrës, edhe thot kam 23 forca. Çfarë mund të bëjnë 23 forca me lopat në dorë, me asnjë mjet për të shërbyer për mbytyjet. Pra, në këtë kontekst, pasi bëra një retrospektiv të zhvillimeve, unë dal në konkluzionin që nuk kemi bëjmë me një fatkeqësi natyrore të papritur. Është një fatkeqësi natyrore e sinjalizuar nga shërbimi meteorologjik shqiptar, nga IGEOM, Geoshkenca, thuaj si dush, por kemi të bëjmë me abuzimin drejt për drejt, me shpërdorimin e detyrës, mos kryerjen e detyrës, me qëndrimin e pakujdesshëm në detyrë, si dushue. Unë them deri në sabotim të qeverisë shqiptare në raport me përgjegjësinë për parandalimin e fatkeqësive të natyrës dhe minimalisht me zvoglimin e riskut. Rikthehem sërish, shumë faleminderit. Zhvillima, nga pikpamja juridike, konstatohen shkelje ligjore këtu nga institucionet zyrtare apo jo duke parë këtë lloj niveli të përmbytjes? Ka mundësi aty që ndoshta dhe spaku të mund të hapte edhe një çështje të një hetimi kryesisht për një abuzim me X apo me Y vepër? Unë duhet i referohem deklaratës së zotit Rama në 2012, ku ai akuzonte zotin Berisha në atë kohë që nuk është faji i zotit, por është faji i papërgjegjshmërisë së qeverisë së vendit, sepse nuk ishte një kryeministër të bënte projektet e duhura në kohën e duhur, në momentin e duhur për qytetarët. Zoti Rama që në 2013 deri më sot nuk ka bërë asnjë projekt dhe sigurisht që sot nuk kemi vetëm shpërdorim detyre, por kemi edhe një dëm kolosal që i bëhet çdo banorit të çdo qyteti që është prekur nga përmbytjet. Dhe ne si qytetarë do të shtrojmë pikpyetjen, ose më mirë do të shtrojmë pyetjen tek vetja jonë, e të themi në zgjedhjet lokale pse shkojmë? Për të votuar njerëzit përmes partive politike, të cilët kanë një program për zhvillimin e qytetit. Zhvillimi i qytetit nuk nënkupton vetëm ndërtimin e godinave të mëdha ose resorte turistike, por nënkupton pikë së pari kanalizimet. Kanalizimet janë gjëra më e lashtë. Infrastruktura nën-toksore që ka ndodhur në kohën e lashtë. Atëherë, nëse do të shkosh në një muze në vendet të si the Greqinë, do të shikosh në disa muze dhe në disa vende të asaj natyre kanë akoma deri më sot ke kanalizimet, pse është kultura e njeriu, sepse ato ujëra të cilët konsumon një shtëpi, diçka, do të shkojnë diku, ka një drejtim dhe do të shkojnë. Pra, ne nuk e kemi marrë të mirëqen këtë gjë, sepse ne jemi derur në ideja që partia nuk ka faj, sepse është faj i Zotit. Pra ne si shoqëri i themi fajin e ka Zoti, pse ka edhe kaq shumë shi. Dhe zoti Rama në çdo rast që do dali, sepse kësaj radhe zoti Rama kishte vëmendjen tek Ukraina dhe jo tek Shqipëria. Ma kalo pak regjia të në reagimin e Ramës? Ndërsa zoti Rama duhet kishte marrë jo vetëm iniciativë, por përveç zotit Rama duhet të, Ta lexoj këtu. Kryeministri Rama thot në rrjetin Socialex, nuk e kuptoj pse nuk po më fajsojnë akoma mua, thot qeverinë apo qoftë edhe Bashkinë e Durrësit, për rreshjet mbytëse të këtyre ditëve në Itali, Greqi, Maltë, Kroaci e me radhë. Çudi e madhe opozita andej, po të paktën të fajsonin qeveritë e tyre, por hiç asnjë llaf, se kuptojnë që aleanca me Shiun të çon në fitore. Nuk kupton. Pra, fajin e ka opozita, tubat që u bën atje në Vlorë, fajin e kishte standardet e 2009-s që ishin bërë ashtu siç duhet linja me radhë. Ndërkohë që është investuar 200 milionë gjatë këtyre 12 viteve. Bravo. Dhe nuk është dhënë suaj tubi që pasaçan jashtë standardit. Po është dash të lënë popullin një 5 ditë pa ujë. Pa ujë. Pra, e kupton, fajin për zotin Rama gjithmonë është shtalli. Shikoj, kryeministri këtu andallet që të mos e zgjasim rrugë, tallet, nuk tallet me Partinë Demokratike, as me opozitën.
tallet me popullin shqiptar. Edhe socialistët që edhe tek socialistët ka shkuar ai uji aty. Se mos i përjashtojnë vetëm. Në fjalë që thotë jam dje ishte përgjegjës qeveria, sot nuk është. Jo, sot jo. Dje kur ishte në pushtet një parti tjetër, kishte përgjegjësi edhe papërgjegjshmëri e zyrtarëve. Sot nuk është papërgjegjshmëri e Ramës dhe e vasalëve. Ta mendosh që mendoj se këto pamjet janë në Shqipëri këto pamjet këtu? Nuk besoj janë Jo, këto i ka marrë nga jashtë, nga jashtë, pra, kuptoni, heq vëmendjen, shiko tani me çfarë luan tani. Heq vëmendjen dhe thot, po këtu ndodh në vende të zhvilluara, çfarë kërkoni ju tani, Itali, Greqi? Jo tani ju më kërkoni mua të bëj unë ta kanalizimet në Durrës, e kupton tani? Ndërkohë Durrësi në qeverisje lokale dhe qendrore, Partia Socialiste dele para. Pra ka shpërdorim detyre, kryetari i bashkisë, institucionet përkatëse, patjetër kanë vepra penale, por nuk jam i mendimit që i merr spaku, mirë, se s'do t'i marrë të gjitha spaku, por pjesa e shpërdorimit detyrës tek pjesa urbanistikës dhe ata të cilët nuk dinë të respektojnë rregullat dhe ligjin urbanistik që ka çdo bashki, sigurisht do të merren në shpërdorim detyrën nga prokuroria e zakonshme. Po edhe një herë nuk duhet të heqim nga vëmendja se si zoti Rama tallet, pra në të njëjtën kohë shkon për të bërë bamirsin në Ukrainë, që ne s'kemi lidhje fare me Ukrainën. S'ta intereson fare ç'a bën ata me njëri tjetrin. Ne jemi futur në atë valle sikur ne jemi shpëtimtarët. Ne jemi varfanja këtu, s'dim ku do të dalë dita, si do dalë dita. Dhe ai shkon bën bamirsin në Ukrainë, ai shkon në Paris, ai shkon në çdo vend të botës dhe thotë që edhe në ato vende ndodhin këto ngjarje. Si rasti i famshëm që ndodh vazhdimisht, për dhunime ndodhin edhe jashtë shtetit, po mund të ndodhin edhe në Shqipëri. Pra nuk është gjë e denjë të bëhet nga një kryeministër, edhe ai që thotë vazhdimisht burg. Tani jam dakord të aplikoj burgun ashtu siç thoshte për Bashkinë e Durrësit. Duhet ta bëj tani, sepse ata të cilët janë në Bashkinë e Durrësit, të gjithë sot sipas mendimit të zotit Ramën duhet të ishin në burg.